Rikthehet vëmendja ndaj mesatares për hyrje në shkollë të lartë. Nota mesatare 3 viteve gjimnazi do të ndikojë në seleksionimin e maturantëve sipas degëve në universitete. Ministria e Arsimit këtë vit ka vendosur të shtojë peshën e mesatares në formulën e përllogarites së pikëve për hyrje në shkollë të lartë. Nga 20% që është e vlera e mesatares në shumën e përgjithshme të pikëve, Ministria e Arsimit ka vendosur ta çojë në 26%. Specialistë e arsimit tregojnë se përqindja e rritur ndikon me 40 pikë në shumatoren përfundimtare. Për të dhënë më rëndësi punës tërvjeçare dhe vlerësimit të bërë nga një kategori e madhe mësuesish, u rrit pesha e pikëve mesatare duke kaluar nga 20% në 26%. Pra është rritur me 6% ndikimi i notës mesatare. Ndërkohë, për të rritur ekuilibrin, natyrisht ky 6% që shtuar, jo hoq lëndë me zgjedhës, që nuk e kanë ndikim 20%, por kanë 17 njëra dhe 17 tjetra. Nëse më parë Ministria e Arsimit e përcaktonte vetë numrin e mbetësve në varësi të rezultateve të provimit, duke filluar nga ky vit, maturantët duhet kapin një sasi pikësh për të kaluar. Si vjet është përcaktuar 20%, që e përkthyer në pikë është 10 pikë për provimet e detyruara, që letërsi dhe matematik, dhe 8 pikë për provimet me zgjedhje, sepse e para është me 50 pikë totale, kjo është me 40 pikë totale. Krahas rregullave të reja, në provimet e maturës shtetërore, drejtues të ministrisë tregojnë se do të forcohet administrimi. Për çdo kopje të verifikuar në klasa dhe shkolla të ndryshme, do të penalizohet mësuesi mbikëqyrës i provimit. Në fakt, ky rregull ka ekzistuar, por asnjëherë nuk është zbatuar. Madje burime nga Ministria e Arsimit tregojnë se gjatë korrigjimeve janë konstatuar kopime masive, nota fiktive, ndërsa në vite elektorale, administrimi dilte jashtë kontrollit. Këtë vit do të shtohet numri i administruesve, ndërsa provimi do të kryhet në salla të mëdha, në universitete për ato qytete që kanë dhe në palestra shkollash.